Koha tani për rubrikën e parë të rregullt në emisionin As Top Deklarata, për të cilën këtë radhë është përkujdesur drejtori kombëtarës së Kosovës në futboll Muharrem Saiti gjatë një interviste që ka pasur me kolegen Alba Merovci. Ai deklaroi se Federata Shqiptare e Futbollit duhet ta respektojë më shumë Federatën e Futbollit të Kosovës e të tregohet korrekte për të mos i ftuar lojtarët të cilët po ja merr Kosovës, siç ishte rasti i fundit me Etnik Brutin. Ky komunikim ose ka qenë një marrëveshje më njëherë pas pranimit, marrëveshje gojore ka qenë që vetet në të drejtën e lojtarit vendos, do thotë e drejta e lojtarit është me vendos për cilën kombëtare, pa i bë presion asnjë na palë. Vetë dëshira e lojtarit për me qenë pjesë e një kombëtare. Po, dorën zemër edhe ata nuk po tregojnë një lloj respekti, edhe pse ne qëndrojmë jashtëzakonisht mirë me Federatën Shqiptare, por kur një lojtar është pjesë e jona, atëherë është mirë mos me ngacmu, është mirë mos me ftu. Por ka disa raste kur edhe vetë lojtarët po ju paraqiten për shkak të interesit, tash qoftë një pasaporte që përmes asaj pasaporte mundohen zakonisht me dalë në Rusi, se jo dikun tjetër, me bo ndaj transfer, edhe në këtë aspekt i kuptoj, por i kisha lu që të bon ma korrekt ka shi nesh.